Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Edhe bashkë me ne në studio është Emanueli. Kënaqësi që. Si ke qenë, a je mirë? Mirë, si edhe. Mirë, faleminderit. Gëzohem shumë që të kam në studio sot. Edhe unë për mua është një kënaqësi që më keni ftuar këtu. Ne në fakt kur po mendonim për një temë, unë hodha idenë e temës besim pa duar trokitje. Edhe ti ma mi pritë shumë mirë në fakt, okay, e bëjmë, kjo është okay. Unë dua të pyes ty, çfarë do më thënie ka për ty besim pa duar trokitje? Vetë nga fjala besim pa duar trokitje, fjala duar trokitje mund të lidhet shumë thjesht me fjalën vëmendje. Shumica në raste njerëzve që shohin domethënë që ka një besim, dua vëmendje, e shfaq vetësimin tim për shkak të vëmendjes, se një problematika më të mëdha që ndodhin në këtë gjenerat tonë është vuajtja për vëmendje. Ne do të tervojmë për vëmendje. Është më vërtet. Është një problematikë në generale në tërë botën në fakt. Edhe shumica e njerëzve e kalojnë këtë pjesë edhe në besim. Ka njerëz që vuajnë për vëmendje, edhe vuajnë për shkak sepse duan të tregojnë se si ja, unë bëra diçka, unë bëra këtë vepër, ja ky është besimi im, duan të shfaqin besimin e tyre me vëmendjen e tyre. Por ndonjëherë besimi nuk është vetëm për vëmendjen e njerëzve. Ndonjëherë besimi nuk është vetëm për shkak të disa gjëra emocionale që ne ndjejmë. Ndonjëherë nuk është për shkak të disa gjërave që ne vetë duam të fitojmë nga mbrapa. Por është thjesht besim. Ke shumë të drejtë edhe në fakt e the shumë mirë, sepse ka shumë njerëz që të paktën problemi me këtë gjenerat është që kanë nevojë shumë për vëmendje, edhe kanë shumë nevojë për miratim njerëzor, domethënë, sepse zakonisht ka një ndryshim midis të shërbyer për Zotin dhe ka një ndryshim të kërkuarit miratim njerëzor. Si e sheh ti këtë kërkimin ose miratimin njerëzor? Po, një shembull shumë i mirë ana Biblës është pjesa e farisejve. Në Bibël farisejt ishin njerëz që mburreshin për mënyrën se si luteshin, bënin lutje të gjata, kur kishte njerëz, kur kishte publik, vetëm se donin të merrnin vëmendje që shiko, un jam i shenjtë, un jam i madh, po bëj diçka të veçantë, duket sikur, nuk e di, sikur ishin në një podium, në një piedestal dhe mburreshin para njerëzve. Besoj se këtë njëjtën gjë shumica e njerëzve e ngatrojnë këtë gjë. E kthejnë në një formë ivulli, më duket. Sikur unë po e bëj këtë gjë për Zotin, por në fakt po e bëj për juve dhe ky është ivulli im, se unë duhet të adhurojmë unë ajo Zotin ndonjëherë, kalojmë në një pjesë ivujtarie. Unë shumicën e kohës që kam kuptuar është që këto janë probleme të theksuar identiteti. Normalisht. Sepse këta janë njerëzit që e peshojnë vlerën e tyre në çfarë bota thot për ta, edhe nuk e peshojnë vlerën e tyre në miratimin e Zotit ndaj gjës që po bëjnë ose shërbesës që po bëjnë. Tjetër. Madje te Mateu 6 Jezusi na thotë që shiko, kur luteni, kur agjeroni ose kur dhuroni, bëni gjërat në fshehtësi. Sepse Ati është ai që shef në fshehtësi dhe jep shpërblimin e tij. Shumica e njerëzve vuajnë për shkak të kësaj, sepse identiteti që na mëson kjo botë kjo është. Të dukemi sa më shumë, të shfaqemi sa më shumë. Ashtu na mësojnë rrjetet sociale, na mësojnë personazhet publike, të njëjtën gjë. Edhe për shkak të kësaj ne vuajmë në identitetin, ne nuk dimë kush jemi. Të paktën brezi ynë nuk e di kush është. Edhe në brezet e kaluara ka pasur një lloj problematike të tillë, po te ky brezi te ky është çik më theksuar. Në atë kohë nuk ka pasur Instagram, Facebook, YouTube, gjëra të ndryshme. Në atë kohë kishte vetëm libra, lexoje se kush ishte ky personazhi, edhe merre për shembull personazhin si ai personazh. Tani ke lloj shembuj të ndryshëm që mund të jenë të dëmshëm, por mund të jenë edhe të saktë. Mos ta marrin vetëm në ana negative për këtë gjë. A mendon që rrjetet sociale kanë ndikim? Për shembull, ne jetojmë jetën tonë ose mënyrën se si shërbejmë në një farë lloj mënyre të caktuar. Domethënë, si thua, gjithë ajo e përditshme. Por rrjetet sociale, të paktën ato që ne shohim nëpër internet, siç ishte nëpër YouTube, Instagram, gjëra të tilla, e promovojnë shërbesën sigurisht, por në të njëjtën kohë japin njerëzve edhe një shtesë ose një shtys për të dukur akoma dhe më shumë në atë gjë që po bëjnë. Flas për njerëzit që e marrin këtë gjë dhe e kthejnë në të keq, pra gabuar. Nuk e kthejnë si një gjë që është për të lavdruar Zotin edhe për ta ndihmuar shërbesën, por e marrin dhe e kthejnë unë do thoja është kështu. Këto janë thjesht toolsa ose disa mjete rrethanore ndihmëse që mund të përdorim. Normalisht si mjet mund të përdoret si për mirë si për keq.
Mund përdoret mjeti për mirë duke më përhapur më shumë rreth fjalës së Perëndisë, duke dhënë shembuj të mira, duke dhënë energji pozitive, siç mund ta thojnë shumë njerëz, por gjithashtu mund të japësh shembuj negativ. Ne shohim shumë në shoqërinë tonë shqiptare që shumica e këtyre njerëzve që bëhen të famshëm në rrjetet sociale janë ata që mburren kam kaq lek, kam kaq fam, kam kaq prona, kam bërë prona, për çuna thonë ja kam kaq femra, edhe është i duket sikur është diçka e veçantë. Ka pasur një kohë tek të rinjtë e kishës sime që i bëra një pyetje të lezetshme. Çfarë doni të bëni ju kur të rriteni, kur të dilni në jetë? E shumica e atyre thoshte unë do të ikin në Angli, të punoj me kushërinjt, të bëj këtë, të bëj atë. Shumë gjëra që ishin negative, për mos t'i dhënë theksin se çfarë ishin. Edhe normalisht kjo ndikon për negativisht. Pse? Sepse momentalisht njerëzit që janë duke promovuar këto gjëra në Shqipëri janë duke promovuar gjëra negative. Është e vërtetë. E unë fakt desha të pyesja, po ti e preke edhe ceke vet, doja të pyesja si ndikojnë rrjetet sociale besimin ton. Në mënyrë se si dukemi, në mënyrë se si shfaqemi. Për shembull, unë shoh njerëz të ekstremit që nuk postojnë asnjëherë për shembull në Instagram po marrim shumë shkoqur vargje biblike ose gjëra të tilla, ma kanë tendencën të postojnë për çdo vip tjetër në Shqipëri përveç këtyre. Nga ana tjetër ka dhe njerëz që e bëjnë gjërat vetëm për të dukur, vetëm për të marrë një emër që unë po sill në të lloj mënyre që të marr këtë emër. Edhe këtu futet pak besim pa duar trokitje. Dhe shohim atë kategori tjetër të njerëzish që shërbejnë Zotit, ama e shërbejnë Zotit në prapaskena. Edhe nuk duan shumë duar trokitje, nuk duan shumë emër, ama janë shumë të bitur në ato që po bëjnë dhe për ta nuk është problem. Të them vërtetën, do të jap një shembull shumë të lezetshëm që unë në fillimet e mia në shërbes, le të themi, kam nisur me pjesën e audios. Është një pjesë që ti rri gjithmonë aty në fund të sallës, rregullon ato gjërat, i bën gati dhe nuk dallohesh deri në momentin që diçka nuk shkon mirë. Këto tërë kthehen mbrapa teje dhe shikojnë ty dhe thonë, ti e kishe fajin, çfarë bëre çfarë shtype. Po, sidomos kur nuk i punon për ai mikrofoni pastorit. Jo. Ose kur nuk punojnë slajdet, gjithmonë kthehen tek personi që e ka në dorë. Ose instrumentistët kur nuk i del zëri siç duhet. Ashtu është. Është gjithmonë një gjë teknika, pasi edhe vet jam i prirur ndaj teknikës, edhe është një gjë që nuk vjet rreth shumicën e rasteve. Sa punë vjet na mbrapa për të rregulluar gjërat para se të fillojnë. Edhe ajo ndikon shumë edhe në këtë temë, sepse shumicën e rasteve, siç thëve vet, tjerët kërkojnë vëmendje, edhe duan ta shfaqin besimin për vëmendje. Por në të vërtetë besimi duhet të jetë njësoj, si me vëmendje si pa vëmendje. Si në skenë, si poshtë skenës. Si kur je me të tjerët, si kur je vetëm, do të jetë i njëjtë. Shumë e vërtet. Ke një shembull të Pietrit. Pietri ishte i guximshëm kur ishte me turmën, kur ishte me dishepujt, kur ishte me Jezusin, por ishte rrethuar me njerëzit. Në momentin kur ai nuk ishte më i rrethuar me persona të dur, ra fasada. Edhe mori Jezusin 3 herë. Edhe kjo është e njëjta gjë, domethënë që me besimin ton, nuk do të arrijmë që të mbrohemi nga fasada. Në besimin ton, siç thot Perëndia, shiko, futu në dhomën tënde, thot Perëndia. Aty ke identitetin tënd, aty ke besimin tënd, aty ke forcën për të kaluar çdo gjë. Në moment që ti ke këto, ti je njësoj si në dhomën tënde, si dhe jashtë. Normalisht je çik më i mbrojtur në dhomën tënde se sa jashtë për ca gjëra që janë më të veçanta, por ke atë besimin brenda vetes për të vazhduar. Në fakt ti e preke dhe the shumë bukur, edhe unë doja ta ngrija si pyetje ose ndoshta edhe si temë diskutimi, fasada. Në momenti kur bin fasada, ne shohim që ndoshta ai person që mund të kesh duke e parë me gjithë admirim, duke thënë po ky bën shumë gjëra ose po kjo bën shumë gjëra, në fakt del një person shumë i brisht, edhe një person shumë i thyer, sepse nuk është kapur tek miratimi i Zotit, por gjithmonë e ka ushqyer veten me miratimin e njerëzve, dhe kur bie fasada, shohim realitetin. Pse ti qen ke në realitet kështu, pse kështu je ti, pse kaq i lënduar ose e lënduar që ke ti, nuk ishte ajo bota, ajo jeta bukur që ne menduam që ti kishe, sepse kapen kaq shumë pas miratimit edhe vëmendjes të njerëzve, se sa miratimin që Perëndia jep. Edhe po ta shohim, me gjëra fjala, unë këtu e kam, është një gjë që me të vërtet ma ngroh zemrën. Perëndia gjithmonë
vjen një moment që ndoshta duket sikur ne s'po bëjmë gjë për të tjerët, ama Perëndia vetëm që na sheh, po vjen një moment që ai na ngre lart edhe na lartëson. Edhe na jep hir. Ai në vlerëson Zoti gjërat e vogla, ai vlerëson Zoti gjërat e vogla që ne i nën vlerësojmë? Mund të them se po, Zoti vlerëson çdo lloj gjëje. Sidomos pjesët më të vogla. Një shembull shumë i mirë është me Vejushën, e cila nuk kishte shumë me veten e vet, por vati në tempull dhe vatë 10-ën e vet, ai sa kishte, tha 2 monedhat, edhe Jezusi e vlerësoi këtë gjë. Ashtu i vlerëson ve ato sforcat tona të vogla që duken sikur Zoti nuk i shikon, por ai është aty, ai është i ku të ndodhur, ai shikon gjithçka. Edhe mos të them që ai vlerëson më shumë këto të vogla se ato të mëdha. Jo. Sepse shumicën e rasteve kur ti bën diçka të madhe, pritet të vën burja më mbrapa. Pritet edhe që njerëzit të vlerësojnë, shiko çfarë bëri ky, shiko çfarë bëri ai. Ndërsa kur ti e bën me qëllim për Zotin, Zoti e vlerëson më shumë, e ta shpërblen më shumë në të ardhmen. Është si ajo fara që mbillet, ti nuk e shikon, para vash rritet edhe Zoti e rit. Kur i bën gjërat për Zotin, dhe jemi një zemër të mirë, nuk pret duart trokitje nga mbrapa. Ama vetëm sepse e ke bërë për Zotin dhe e ke bërë me një zemër të mirë, do ka dhe duart trokitje nga mbrapa. Edhe ka pas momente që kam thënë o Zot, po unë s'është se bëra ndonjë gjë të madhe. Unë ty po të shërbeja, unë po bëja punën time, po bëja gjën time, dhe Zoti do jep kaq nderim, të nderon. Kam parë se si kanë nderuar njerëzit dhe kam thënë o Zot, je me vërtet i mrekullueshëm, se përfundimisht ato që mbjell ato do të korrësh. Patjetër, është ligj natyror ky. Madje ka pasur raste të veçanta që kam qenë duke bërë një lloj shërbese që jo shumë njerëz e shikojnë, jo shumë njerëz e kuptojnë, por ka arritur një moment që e di, e kam thënë, po Zot po e bëj vetëm për ty për këtë gjë. Nuk po e bëj as për pastorin, as për ndonjë person që të më lëvdoj që e kam bërë këtë gjë, por po e bëj për shkak sepse e kam mundësinë për ta bërë dhe kjo është për lavdinë tënde për ta bërë. Unë do të tentoj ta bëj, edhe nëse do arri, është për shkakun tënd. Normalisht, siç theve vetë, lëvdatat vinë na pas për shkak sepse ti e ke bërë për Perëndin, zemra të merr zjarr për brenda kur e bën për Perëndin, edhe normalisht edhe njerëzit kur arrin ta kuptojnë çfarë ti ke bërë, normalisht vjen ajo faleminderit, ua shumë mirë, bravo, ke bërë për Zotin, por nuk jam drejt asaj vetë si person. Shumicën e rasteve me që jam edhe te pjesa e grupit të adhurimit dhe kam një këngë që e kam fiksim që është ajo Where you go I go. Ku ti shkon, unë shkoj. Dhe fjalët e saj është fiks vullneti i Perëndis. Të ndjekësh vullnetin e Perëndis. Vullnetin e Perëndis është gjithmonë po dhe amen. Por ka edhe në momente të vështira kur ty të dridhen duart, kur ti je duke menduar që ta bëj apo mos ta bëj, po sikur ta bëj do ndodhi kjo apo të ndodhi ajo. Aty hyn në punë besimi pa duart trokitje, besimi në Perëndin. Besimi që ti nuk pret lëvdata, ti e bën për shkak se ti beson që ky është vullneti i Perëndis. Ato është problem më tej pastaj. Shumë e vërtet. Çfarë rrezikon besimi jon kur matet me duart trokitje dhe jo me bindje? Rrezikon sepse fillon të bëhet i brisht. Fillon të mbasi atë forcën, rezistencën e vet, sepse ne nuk drejtohemi më nga besimi, nga vullneti i Perëndis, po drejtohemi nga motivi. Kush është motivi jon për ta bërë këtë gjë? Kush është motivi jon për të shërbyer? Kush është motivi jon për të adhuruar Perëndin? Edhe në atë moment ne humbasim identitetin ton. Ne kërkojmë më shumë miratim nga njerëzit se sa nga Perëndia vet. Ne flasim për miratimin edhe flasim për vëmendjen, por në të njëjtën kohë ka disa momente që ndihesh ndonjëherë i lodhur, për shembull, atë ka ndodhur ndonjëherë që ti je ndjer i lodhur shpirtërisht sepse ke qenë vazhdimisht duke bërë një gjë dhe duket sikur s'po vëret, nuk po del asnjë gjë, nuk po s'është në rregull, s'është se po ti vazhdimisht po derdh punë dhe mund mbi atë gjë. Të them të vërtetën, deri tani nuk është se më ka ndodhur ndonjë lodhje shpirtërore, të them, në këto le të themi nivele. Por ka pasur raste që e kam pyetur veten, okay, po e bëj këtë shërbes për ty o Perëndi, pa do ketë rezultate kjo. A ja vlen ta bëj këtë gjë? I kam dhënë bindje vetes, domethënë që okay, po e bëj për mbretërinë e Perëndis, sepse mua më pëlqen gjithmonë të eci me idenë e trupit të Krishtit, idenë e mbretërisë së Perëndis. Se Zoti thotë, kërkoni përpara mbretërinë e Perëndis, të tjerë do t'ju jepen. Thotë fjala e tij, dhe gjithmonë me këtë parim kam qenë që okay, po e bëj këtë për shkak të mbretërisë,
Kjo do i sjellë gjëra të mira mbretërisë së Perëndis. Do i sjellë trupit të Krishtit një përparim më tej. Edhe gjithmonë kjo më ka inkurajuar të vazhdoj për. Edhe pse mund të kem ndier edhe fizikisht edhe shpirtërisht sikur s'ka rezultat. Por është edhe një varg shumë i lezetshëm tek ebrejt që thotë kështu që besimi është shpresa për gjërat që nuk shihen. Edhe kjo të inkurajon sepse shpresa është gjëja që vdes e fundit. Edhe ti ke fuqi për të ecur përpara, për të vazhduar për ta bërë këtë. Se në një moment ti ke shpresën që të ndodhi ajo që ti ke planifikuar ose ti ke menduar që Zoti do bëj. Unë një gjë që mua më inkurajon shumë është që fakti që ti shërben ose që dikush shërben është privilegj të shërbesh Zotit. Është një privilegj që nuk e kanë të gjithë dhe ti, unë dhe dikush tjetër, shumë të tjerë e kanë këtë privilegj dhe mua kjo gjithmonë më ngroh zemrën. Kjo mua më jep atë se tush motivimin, atë shtysën që dhe kur duket sikur gjërat ndoshta nuk ecin ashtu siç duhet gjithmonë, ashtu siç ti ke dëshiruar gjithmonë, ke një privilegj shumë të madh që është të shërbesh Zotit. Sikur të mos kisha asnjë gjë në jetë, sot e kësaj dite, mos kisha asnjë profesion, mos kisha asnjë mund të themi banesë, asnjë farë lloji të ardhure, un kam një privilegj, një dëshirë të madhe që unë shërbej Zotit. Për mua kjo është një gjë që nuk ka për të shuajtur kurrë. Edhe kur shërben Zotit, Zoti të mbush zemrën me kaq shumë gëzim, sa nuk ke nevojë as për duatrëkitjet e njerëzve, se e di që ke marrë miratimin lart dhe thua e mora unë miratimin, nuk ka problem, po deshe të pëlqen, po deshe mos do të pëlqej, mua ma dha Zoti miratimin, ti bëj çfarë duash, më thënë me pak fjalë, ma dha Zoti miratimin dhe unë jam në rregull. Edhe kjo është një gjë që mua më inkurajon gjithmonë që ti po i shërben më të lartit Zot, Perëndi, që të konsideron ty vajzën e tij. Dhe më mirë se kaq, më miratim se kaq. Po mendoja një ditë thash, po kush do e mbaj mend Michael Jacksonin? E ka shumë, kur ne të shkojmë në qell, kush do e mbaj mend Michael Jacksonin? Këngët e tij, gjërat e tij të famshme, ai do harrohet. Ama i drejti ai që është për Perëndin kur s'ka për të harruar. Domethënë edhe këto gjërat e vogla që ne bëjmë tani që ndoshta do thuash ti po ju sillni si Michael Jacksoni. Nuk ka problem, po kush do e mbaj mend Michael Jacksonin? Edhe kjo gjithmonë e ka ngrohur zemrën time që nuk ke nevojë për miratim njerëzor. Miratimi njerëzor të çon deri diku, ama miratimi i Perëndis të mban gjithë jetën. Patjetër. Ka qenë një shprehje që kam lexuar. Them vërtetën momentalisht nuk po e mbaj mend ku mund ta kem lexuar, por e mbaj mend këtë gjë. Shumica e njerëzve përpiqen që të shënohet emri i tyre në histori. Edhe shkrimtari thoshte që unë nuk po përpiqem të shënohet emri im në histori. Unë dua që emri i Jezusit të ngelet në historinë e njerëzimit. Edhe kjo është ajo që ne do të përpiqemi, edhe nëse neve arrim një farë pike ose kemi arritur një lloj statusi në jetë, nuk kemi ne që kemi arritur, është Jezusi që ka arritur atë. Për shkak sepse ai të lartëson. Nuk kemi ne që arrim dot vetëm me forcat tona. Ka ca momente do të thënë që Zoti hap tyret, hap momentet që janë të duhura për ty për të hyrë në këto rrugë, dhe Zoti të lartëson për shkak të emrit të tij. Jo për shkak të emrit tënd. Plus Jezusi është edhe VIP-i më i madh që ekziston. Normalisht. Kjo është e vërteta. Po mendoni mirë ishim në takim të rinjve edhe po flisnim i tham njëri tjetrit, "Ore, po Jezusi është VIP-i më i madh që ekziston." Është një person që imagjino, domethënë në gjithë to mira vite histori, emri i tij sot e kësaj dite njihet në mbar botën. 2000 vite. 2000 vite dhe njerëzit të gjithë e njohin kush është Jezusi. Patjetër. Është një person që vdiqe u ringjall prap, ka fakte historike mbi vdekjen e tij, ka fakte historike mbi ringjalljen e tij. Nuk ka bër asnjë gjë të keqe ndërkohë që ishte në tokë. Vetëm është sjell mirë me njerëzit, ka shëruar njerëzit. Po ne, doni ma provim, provim një VIP më të madh se Jezusi, ku do e gjejmë? Kështu që nuk kemi. Patjetër. Çfarë të ndihmon ty që qëndrosh besnik edhe kur nuk ka rezultate të dukshme? Çfarë ndihmon mua që të qëndroj besnik? Kur nuk duket sikur nuk ka rezultate, duket sikur nuk po. Shiko, Perëndia na prezanton shumë gjëra në Bibël. Edhe në momentin që ne nuk e shikojmë atë, Perëndia thotë që unë jam aty, unë po punoj. Unë jam aty, e vetë pse ti nuk më shikon, ti je në krahët e mi, thotë Perëndia. Ka qenë kjo kënga që flet për dashurinë e Atit. Videoklipi ka qenë shumë i lezetshëm që ishte ai djali që sakrifikohet për të shpëtuar trenin. Nuk e di a e ke para vetë apo jo, edhe
Gjithmonë ka. E kam parë dhe gjithmonë sa herë që shoh çaj. Prandaj nuk e njëri. Prandaj nuk e vej më. Edhe kur nuk shikoj rezultatin, unë mbaj mend këtë pjesën e kësaj, që shiko, Brendia ka bërë një iniciativë të madhe për neve, ka një dashuri për neve. Edhe në momentet të caktuara, ai na mban në krahët e tij. Ai na mban lart, edhe pse duket sikur ne nuk jemi, duket sikur jemi vetëm, sikur nuk kemi njerëj aty. Se ka momente që njeriu ndihet vetëm. Ka momente që njeriu duket sikur po bën një vrim në ujë, sikur s'po bën asgjë. Por Perëndia është aty. Edhe ka momente që Zoti të mban në qetësi, se po të përgatit për diçka më të lartë, për të përgatit për diçka më të madhe, të jep paqe, të jep shplodhje. E normalisht kjo është një kohë që ti fillon e mendon më shumë për Perëndin, për gjërat, për jetën. Unë mendoj që ndjesën që se ndërpreva nuk duhet në vlerësuar asnjëherë ata njerëzit që janë mbrapa skenave. Sepse ata janë njerëzit që shohin të gjitha gjërat dhe shohin si funksionojnë gjërat dhe Zoti ndonjëherë me të vërtet të mëson. Kalon një periudhë mësimi që shikoje si u soll, shikoje si e bëri, mëso nga kjo gjë. Reflekton. Mos e bëj kështu, bëje ndryshe. Bëj si ta them unë, ose ai e bëri drejt, ajo nuk e bëri drejt. Dhe ndonjëherë ne vlerësojmë njëri tjetrin kur duhet japim shpirt njëri tjetrit edhe zemër njëri tjetrit që jenë rrugë të mirë, vazhdo bëje. Ose kishe drejt, vazhdo bëje. Ata janë njerëzit që shikojnë më shumë. Ata janë njerëzit që duket sikur punojnë edhe duket sikur nuk janë aty para në podium, ata janë njerëzit që me të vërtet i vërejnë gjërat më me detaje. Fal tyre është bëhet gjithçka e mundur madje. Është si në teatr, domethënë, po nuk ngrit pertja, po nuk lëvizën dritat. Shfaqja nuk mund të ndodhi. Normalisht siç the ti që vipi kryesor është Jezusi, në këtë rastin e teatrit është Jezusi stari që do performoj. Nuk kemi as neve, se duke qenë se jam pjesë e grupit adhurimit, shumica e rasteve ngatrohet mes drejtuesit të adhurimit, që shiko, unë jam aty para gjatë kohës në podium. Edhe unë jam kryesori, jo do të më vinë të takojnë njerëzit mua mbas takimit. Unë gjithmonë sa mbaron takimi vetë dera. Para se të ikin njerëzit, i takoj të tërë njerëzit me radhë, i përshëndes, flas me ta, kaloj kohë me ta, sepse nuk jam unë kryesor, është Jezusi. Shumë e vërtetë. Të tjerët do shohin Jezusin nëpërmjet meje. Të tjerët do shohin Biblën nëpërmjet meje. Edhe kjo është mënyra se si duhet bërë, të paktën që të krijojmë një marrëdhënie me njëri tjetrin. Nuk do ta lëm thjesht sa bukur këndoi ai djali ose ai vajza në një kishë tjetër, sa bukur i ra kitares, pianos ose bateris, sa mirë u ndjeva, nuk do ta lëm me kaq. Sepse duhet të fokusohemi që njerëzit të dëgjojnë fjalën e Perëndis. Të shohin Jezusin nëpërmjet meje. Po, ajo është. Të krijojnë rrënjë me të, të krijojnë një identitet në të. Shumë e vërtet. Edhe e thënë shumë mirë në fakt. Si mund ta kultivojmë, si mund të kultivojmë një zemër të pastër për të shërbyer Zotit? Kjo është pyetje shumë e thellë. Nëse do uleshim, do diskutonim, do vazhdonin biseda për ditë të tëra. Ideja është që Bibla na mëson që të kalojmë kohë me Perëndin. Bibla na mëson që ne të kemi një atë marrëdhënie me të. Shumica e njerëzve e shikojnë marrëdhënien me Perëndin si një gjë mistike, një gjë që duhet bërë kështu, duhet ta gjerosh për ditë me radhë, duhet kalosh kohë në lutje për kohë me radhë. Edhe e bën si shumë mistike. Vërtet është mistike, nuk po heq misticitetin lutjes, por është diçka që ne mund ta bëjmë kudo edhe kurdo. Edhe mënyra më e mirë është të flasim haptasi me Perëndin. Mos të vemi thjesht o Zot, kam nevojë për këtë, kam nevojë për atë, por të bëj një bashkëbisedim të mirë me të. Një marrëdhënie e shëndetshme me Perëndin është e barabartë me një jetë plot me sukses, për mendimin tim. Një marrëdhënie e shëndetshme me Perëndin është e barabartë një jetë plot me sukses, është shumë e vërtetë. Njerëzit duket qartë një person që ka një marrëdhënie me Perëndin edhe një person që nuk ka një marrëdhënie me Perëndin. Pavarësisht se mund të thonë që po unë e dua Zotin, po ti mund ta duash Zotin dhe unë e dua Zotin. Ama duket shumë qartë një person që ka një marrëdhënie me Perëndin dhe një person që nuk ka një marrëdhënie me Perëndin. Një pyetje që mendoj që po ta bëj ty, po mendoj që gjithë duhet ja bëjnë vetes. Apo shërbej sepse dua Zotin, apo sepse dua të ndihem i rëndësishëm. Është edhe kjo një pyetje me vend. Pasi shumica e njerëzve nuk dinë pse shërbejnë. Në familjen tonë neve kemi kuptuar që herët që Zoti na ka thirrur për shërbes,
Madje arriti një kohë që ne jetonim në Itali, të them të vërtetën, edhe ishte një moment të jetës sonë që ishim rregulluar, çdo gjë mirë, edhe andej shërbenim në një kish. Ndjem që Zoti po na thërriste për në Shqipëri. Në atë moment e kishim bindje të tre si familje në atë kohë, se në atë kohë nuk kishte motra ime ende. Në atë kohë vendosëm, u larguam nga Italia, erdhëm në Shqipëri sepse e ndjem që Zoti po na thërriste për shërbes. Ka pasur momente në thënë që themi, sepse jemi njerëz, kthejmë na njëherë kokën mbrapa. A bëm mirë që erdhëm këtej? A nuk do ishim më mirë andej? Deti i Aresës është gjithmonë andej, thot Bibla. Por ne nuk do të kthehemi të peshkojmë te deti i Aresës, por do të shikojmë përpara. Do të shikojmë atë çfarë Perëndia do për neve. Edhe na njëherë duket sikur është performancë. Por kur ti ndjen brenda vetes, kur ti ke atë marrëdhënie, siç thamë që parë me Perëndin, ke atë konfirmimin brenda vetes se shiko, po e bëj për Perëndin, nuk po e bëj për të tjerët. Ka pasur raste të veçanta që kemi pasur takime kot na hiçi për të organizuar, po jo le të themi tek vendodhja e zakonshme, duhej bërë gati skena, duhej bërë gati mikrofonat, i organizuar këngët, shumë gjëra të tjera që janë praktike. Në ato kohë nuk kisha një person që të ndihmonte. Shumica në rasteve kjo është problematika, se nuk kemi njerëz që ta ndihmojnë në pjesën e teknikës, edhe detyrohemi t'i bëjmë vetë. Po. Edhe sidomos kur i do mirë, i dua siç i di unë, do t'i bëjmë perfekte, se ndryshe nuk shkon mirë. Mbaj mend që jam sfilitur atë ditë. I kam bërë gjëra, kam vajtur që në mëngjes, në orari drekës ishte gati çdo gjë, montim boxesh, rregullim slidesh, edhe ai djali që do lëvizte slidet erdhi thjesht për të lëvizur slidet atë ditë. Vërtet u lodha, por thash, okay, kjo është një shërbes që po e bëj për Perëndin, nuk po e bëj për askënd tjetër. Vërtet po lodhem për Perëndin, e jo për njëri tjetër. Edhe kjo aty them vërtetën jam ndier i vetë kënaqur. Takimi mund të ketë shkuar vërtet i përmbushur. Takimi mund të ketë shkuar si mirë si keq. Mirë shkoi, po edhe po të shkonte keq, unë aty u ndjeva vetë përmbushur, sepse e kam bërë për Perëndin. Po. E kam bërë vetëm për atë, as për një duartrokitje, as për një vëmendje, as për një emocion nga turma. Thjesht për atë. Nëse Zoti do të ishte i vetmi person që do ta shihte shërbesën tënde ose veprat e tua, a do të ndryshonte gjë mënyrën se si ti do jetoje besimin ose jetën tënde? Nëse do të ndryshonte, atëherë ka diçka problematike. Një gjë që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. Pali ishte treçerekun e kohës në burg gjatë kohës që shkruajti Vjetën e Re. Nuk ishte asnjë person aty që ti tregonte, ti thoshte bravo, vazhdo kështu. Ta updateonte. Patjetër, nuk kishte asnjë person tjetër aty, ishte në burg. Madje ai shkronte me dashuri. Ato letrat e tij gjithmonë ju rikujtoi me dashuri. Aty kishte vetëm Perëndin. Edhe nuk ka rëndësi nëse njerëzit e tjerë shikojnë. Ne duhet të marrim shembullin si Pali që të vazhdojmë përpara, për shkak sepse është për Perëndin, për dashurinë që ai ka për neve, dhe për gjithçka që ai bën për ne. Dua ta shtoj dhe dua ta them që shumica e njerëzve që ne shohim sot që janë në drejtim, ndoshta pastorat tan, ndoshta për ata që pastorizojnë kishën ose kanë ardhur nga një vend që ata kanë filluar nga hiçi, nga asgjë. Ata kanë filluar diku, kanë filluar me ca gjëra të vogla që ndoshta nuk vijnë re, dhe Zoti kur e ka parë këtë ka thënë unë mund të të besoj ty, gjëra më me peshë, edhe më me vlerë. Dhe ne shohim që sot tek kësaj dite ata pastorizojnë kisha, na ndihmojnë ne, si të sillemi ne, si të veprojmë ne. Pra ata e mbajtën fort veten në atë moment kur duket sikur s'kishte miratim, nuk ishte njerëzor, nuk ishte mund të them një komoditet, një farë lloj luksi. Ne duhet të kuptojmë që disa prej nesh që kohët kanë ndryshuar tani, ata nuk i kanë pas gjërat kaq të lehta siç e kemi ne. Nëse aspektat e kanë pas shumë të vështira. Në disa aspekte ne kemi të vështira për disa gjëra, ama ata e mbajtën veten aty me pak, pa u vënë re në disa momente. Dhe Zoti kur e pa këtë tha do ju besoj më shumë. Do të besoj më shumë. Un kam një histori që them vërtet nuk e mbaj mend, ai kam thënë, kam vështirë që mund ta kem thënë një herë. Kur kam qenë e vogël, kam pas një telefon Nokia, nga këta që dhe po të hidhjen tokë, thyej pllaka, nuk thyej telefoni. Dhe kisha shumë dëshirë të merja një iPhone.
shumë dëshirë. Dhe i thoja babit, o ba, po ky telefoni është shumë i vogël, është do më tallin, ç'është ky telefon, është Nokia. Dhe nuk e trajtoja mirë, të them të vërtetën, se më bezdiste. Ideja që ishte telefon i vogël, i shpifur, më bezdiste shumë, dhe kapja ndonjëherë hidhja kështu divan, ose kapja e bëja. Edhe më tha babi një ditë, po më ka ngelur shumë shenjë. Më tha, mënyra se si do i trajtosh të telefon, është tregusja do marrësh atë iPhone-in tjetër. Sepse Zoti po nuk besoj dot me gjëra të vogla, si do të besoj me gjëra të mëdha? Patjetër. Dhe ky përmendjen time për moshën që isha vogël atëherë, la shumë shenjë. Dhe isha shumë e mërzitur që ma tha këtë gjë, se thashun, po ti si mendon që unë duhet trajtoj një iPhone, ti mendon që unë do e hedh, po e mora? Ama shkova më vonë dhe kuptova që kishte shumë të drejtë në atë gjë që ai tha. Dhe fillova ta trajtoja telefonin tim Nokia më mirë, derisa Zoti më solli një telefon dhe ishte shumë herë më i mirë se ç'e prisja. Dhe kur më erdhi më tha, besnik me të vogla, besnik në të mëdha. Ashtu është. Edhe ajo ka qenë një mësim që unë sot e kësaj dite e kujtoj me si film, kur ka ndodhur, si ka ndodhur. Patjetër, ka lënë shenjë. Ka lënë shenjë tek unë, edhe besnik me të vogla, besnik në të mëdha. Ashtu është. E vlerësoj shumë kohën tënde sot me ne. Faleminderit që më bëre mundësi edhe erdhe. Të falenderoj shumë për gjërat që ndave dhe për zemrën tënde. Vlerësoj shumë njerëzit që flasin për Zotin edhe flasin për këtë temë që ne folëm, besim pa duar trokitje. Është një temë që ndonjëherë nuk është tema më e klikuar, më e bukur, ama është një temë që mendoj është e rëndësishme për të rinjt tanë sot. Shumë e rëndësishme për të rinjt. Kështu që të vlerësoj shumë. Faleminderit ti për ftesën. Faleminderit edhe ju që ta ndoqët, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer programi. Uroj që të keni një javë sa më të bekuar dhe ne bashkë do të jemi radhës tjetër. Mirupafshim.